Të dashur miq të Radios Ngjallja, kemi bekimin të jemi në Mitropolinë e Hirshme të Korçës, këtu pikërisht në kishën Katedrale Ngjallja e Krishtit, ku mirëpritemi gjithmonë nga bashkëpunëtori i Radios Son, protopresbiteri At Ilia Kotnani. Sot do të flasim për një temë të veçantë, për ata klerik ose dhe laik, të cilët u persekutuan në një farë mënyrë ose në kuptimin e plotë të fjalës, persekutim, gjatë periudhës së komunizmit. Dhe si për shkak sigurisht faktin që ata e pohuan besimin ortodoks, duke ruajtur ikona ndoshta, duke mos pranuar të mohojnë Zotin, duke mos firmosur, duke bërë akte të tilla pra që tregonin për pohimin e Zotit. Atëherë Atilia, le të fillojmë pa humbur kohë në lidhje me ato persona, klerik dhe laik qofshin ata që i bën në një farë mënyrë rezistencë regjimit të atërshëm. Faleminderit për këtë intervistë, është mjaft interesant fakti që në tremën tonë, në diocezën tonë, ka histori të shumta të ngjarjeve shumë të rëndësishme që kaloi besimi në ortodoks, sidomos gjatë periudhës së ndjekjes dhe persekutimit ateist. Jam dëshmimtar i gjallë dhe këto që po them e pohoj me gjithë zemrën time, me gjithë njohuritë mia, sepse nuk mund të shtoj asgjë më shumë, po përkundrazi edhe mund të lëm disa episode dhe ngjarje të cilët klerikët tanë, popullin besimtar, njerëz të veçantë janë persekutuar, janë ndjekur dhe disa prej tyre edhe e kanë pësuar, qoftë me burgim, qoftë me internim, qoftë dhe urrejtje dhe bullizëm. Është rënqjetës fakti sepse lëvizja kundër fesë filloi me vrull të madh dhe kam të theksuar edhe në biseda të tjera, ishte një organizim i përsosur, sepse me fitoren e revolucionit popullor, tani në duhet të ndërtonim një njeri të ri, të edukuar me mësimet marksiste-leniniste, dhe ideologjia fetare për ta nuk ishte gjë tjetër, verse ishte një opium për popullin, ishte një mashtrim, ishte edhe një gënjeshtër e madhe. Lëvizja filloi që me mbylljen e seminareve të shkollave fetare dhe në këtë mënyrë vendi u izolua. Nuk u kishte vizita nga delegacionet të kishës, qoftë në vendet e besimit ortodoks, po ashtu anasjelltas të shumë të rrallë ka qenë vizitat në kohën e lirisë së besimit deri në vitin 1967. Dhe për këtë njerëzit tani filluan që të pstrukeshin, filluan që të përqafonin ideologjinë e re, dhe lufta më e madhe ishte kërshi objekteve të kultit dhe njerëzve që përfaqësonin objektet e kultit, siç janë priftërinjtë, njëkohësisht diakonët, murgjit, edhe punojësit e kishës, bile edhe thellë në besimin e besimtarve, të cilët nuk u kishin, si thuash, një reati, po përkundrazi, bulloheshin, ofendoheshin, denigroheshin, duke i quajtur si njerëz të prapambetur, duke i quajtur si njerëz që kanë mendime dhe zakone prapanike, prandaj bëj një thirrje që të ngrihemi me zjarr dhe me ekur, të çrënjosim zakonet prapanike dhe paragjykimet fetare. Dhe pikërisht përpara vitit 1967, nga rinia e asaj kohe, e udhëhequr nga komitetet e partisë apo sigurimi i shtetit, ndërmorën një ser inkursionesh dhe iniciativash për të prishur objektet e kultit, kisha, xhami, teke, të gjithë ato ndërtesa që jepnin një krenari, jepnin një histori të veçantë se si
arritur besimi deri në këto ditë dhe për një moment të caktuar të shtukeshin nga faqja e Dheut gjithë këto vepra monumentale shpirtërore. Këtë fat e pësuan dhe shumë kisha në diocezën e Korçës, duke filluar në ratë parë me kishën e Shërmërisë, e cila është kisha më e vjetër në qytetin ton, ka qenë edhe manastir, zotëronte një sipërfaqe prej 37.000 metra katrore dhe sot e kësaj dite komunitetit tonë janë kthyer vetëm 240 metra. Kjo tregon se akoma kemi pengesa dhe vështirësi, por duke kthyer tek pyetja juaj, tek tema jonë, ka shumë momente të trishtueshme. Fatin e Shërmërisë e pësoi më vonë kisha e Shëngjërgjit, vepër monumentale e ndërtuar nga bamirësit, nga filantropët më të mirë korçar. Së bashku me kishën e Borimit Jetëdhenës, këto dy kisha qenë krenaria e besimit fetar, jo vetëm në Korçë, por edhe në Shqipëri, mbasi ishte koha kur tani u lejuan që të ndërtoheshin kisha më madhështore, sepse edhe fuqia perëndorake e Osmanive ra, dhe në këtë mënyrë besimi filloi që të zhvilloi, të ndërtoheshin kisha, të përgatiteshin klerikë, të zhvilloi një lëvizje e madhe dhe propagandistike për të mësuar rreth identitetit tonë, që është besimi kristian ortodoks. Kisha e Shëngjërgjit pati një histori të veçantë, sepse u ndërmor me mishë dhe me shpirt që të zhdukej nga faqja e Dheut, por ndërtojnësit duarartë të asaj kohe kishin bërë një punë monumentale, një punë të vlerësuar arkitektonike dhe makineria më e rënda asaj kohe, si buldozerë, ekskavatorë edhe makinat më të fuqishme nuk arritën dot që ta prishnin. Ishte viti i idhur 1971, kur për një vit rresht kjo kishë zgjati dhe nuk mund të prishesh, sepse gurët, radhorët që ishin përgatitur, kishin një lidhje midis tyre, prejekuri edhe për plumbi, shkonte muri gati deri në tokë për të shembur edhe drejtoi përsëri në vendin e duhur. Kjo ishte një mrekulli, edhe ata punëtorë duarartë të mbeten gjithmonë në emrin dhe në altarin e shenjtë të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Të njëjtën fat pësuan edhe kishat e tjera, që për fat shpëtoi vetëm kisha e profitit Ilia dhe ajo e kthyer në një klub ku vinin edhe pinin kafenë apo gjërat e tjera, dhe nga ana tjetër ishte një pjesë e telefonave, e postës, ku ishin instaluar edhe antenat, edhe bëi lidhja telefonike me qytetet e tjera. Këtë fat pati edhe kisha Burimi Jetëdhenës, mbrojtësia e qytetit, e cila u kthye në një destinacion, më parë si depo drithi, pastaj si një punishte për derdhjen e monumenteve edhe busteve që nevojiteshin, jo vetëm për në Korçë, por edhe me gjerë. Pra, destinacionet e kishave në këtë moment janë kthyer në depo, në reparte ushtarake, në kinema, në stalla, edhe ishte një plan i veçantë që të gjitha pajisjet me anë të një inventari u grumbulluan, u sekuestruan, edhe sot e kësaj dite pjesa e brendshme e logjistikës dhe gjithë materialeve që nevojitet popullit besimtar dhe klerikëve për të shërbyer popullit, këto nuk u dindet akoma filli. U sekuestrua pasuria e kishës nga donatorë të ndryshëm, nga besimtarë të ndryshëm,
dhe për një kohë mund të them, nuk është sekret, Mitropolisë sonë janë sekuestruar në vitin 1967 54 milion lekë, që do të thotë sa një buxhet qyteti edhe më shumë. Edhe nga këto nuk u kthye asnjë lek, asnjë qindark. Po ashtu, të gjithë klerikët që ishin në Mitropolinë apo në diocezën e Korçës u përjashtuan nga puna e tyre, nga detyra e shenjtë, nuk mund të shërbenin me popullit dhe njëkohësisht morën destinacione të ndryshme, të cilat edhe sot e kësaj dite neve i kujtojmë me një nostalgji. Për shembull, klerikët mbeten pa punë. Nuk ju njojt asnjë farë e drejtë e pensioni. Disa ishin të moshuar edhe në familjen time, baba imi kishte plotësuar moshën e pensionit dhe asnjë vit, asnjë ditë nuk ju quajt për të marrë pensionin e tij. Por u detyrua të punonte edhe më shumë se 10-12 vjet për të siguruar një gjysmë pensioni. Dhe nga këta klerikë mund të përmend që shumë prej tyre u bën punëtor me kazm, me lopat. Shumë të tjerë që kishin nga i zanat, u kthyen si robaqepsa, u kthyen si murator, si gurskalitës, dhe në këtë mënyrë bënin një punë të rëndonte edhe u reshin nga të gjithë. Por me madhje dhe me keqja është kur dha urdhri që të pritej mjekra të zhvisheshin civilë, ishte një dramë e vërtetë, kur sytë e popullit besimtar, kur sytë e neve familjarve shikonim që ishin priftëri të plotë, të nderuar me uniformë të bukur, ata tani u kthyen në njerëz të thjeshtë, nuk i njinte njeri, edhe të bullizuar, të ofenduar, dhe dikush i quante parazitë, dikush i quante agentët të asfaljas greke, dikush i quante agentët të social imperializmit sovjetik dhe kapitalizmit amerikan, dhe në qoftë se i umbushej mendja punonjësve të sigurimit apo atyre njerëzve që ishin në shërbim për të asgjësuar apo për të aneksuar, vepronte edhe organi i rëndë i diktaturës së proletariatit, që do të thotë burgim, internim apo përvim nga shoqëria edhe nga gjithjeta e kohës. A pati raste, Atilia, a pati raste që të tillë persona shkuan para gjykatave ose shkuan në burg ose qoftë dhe rrezikuan burgun? Ka patur raste të tilla, e kam theksuar edhe të tjera, por dua të theksoj përsëri se gati të gjithë klerikët ishin të persekutuar. Ishin gjithmonë në shënjesër, duke u ofenduar, duke u përbuzur, dhe kjo iniciativë, si të thuash, u bë realitet në një qytet me kulturë, me besim të patundur, ku njerëz që i shërbenin me mishe me shpirt diktaturës apo mësimeve të kohës, u kthyen nga fetar në ateistë, edhe këta morën flamurin për t'i përbuzur, edhe për të ofenduar, edhe për t'i burgosur. Ka patur rastim konkret një klerik i nderuar, i respektuar, atë Gjorgj Zografi. Kishte titullin ikonom stavrofor, dhe në momente të caktuara kur filloi lëvizja kundër fesë, ai ndërmori disa hapa të guzimshme, duke i dërguar letër udhëheqësit, byros politike, sepse çfarë po ndodh me besimin ton? Pse po luftohet besimi? Pse po luftohet fjala e Zotit? Pse po urrehemi dhe përbuzemi? Çfarë do të përfitojmë nga kjo?
Dhe këto letera ishin të njëpasnjëshme, u detyrua sigurimi i shtetit dhe punonjësit e postës të kontrollonin çdo hedhje të letrave dhe në këtë mënyrë të kapnin. Ashtu u veprua. Në të kohë ishin disa kuti postare vendosur në kolonat e elektrikut apo të telefoneve dhe një mbesa e të nderit Papa Ligor e dërguar prej tij hodhi në kutinë postare letrën që kishte porositur i gjyshi dhe në këtë moment punonjësi i postës dhe i sigurimit kontrolluan, morën letrën edhe e ndoqën pas ku do të shkonte. Mbasi arritin në shtëpinë e të nderit Ligor, ajo u ndodh në presionin e këtyre njerëzve, të cilët vajten, e kapën dhe thanë, kush tha dha letrën? E tha, ma dha gjyshi. Për njerësh e morën, e arrestuan edhe e futën në gjendje arresti. Ditën e nesërme u njoftua kryepiskopi i asaj kohe se në Korçë është kapur një prift agent dhe për këtë duhet marrë masa që të çkishërohet, sepse na ka shqetësuar udhëheqjen, na ka shqetësuar komandantin dhe për këtë duhet marrë masa. Pas 2-3 ditësh, kur e kishin zhveshur nga gjithë autoriteti kishtar duke hequr kalimafin, Rason, Ripin e Mezit, liset e këpucëve, u bë një gjyq popullor në një shkollë që ishte gjimnazia asaj kohe, Raki Qirinxhi, sot shkolla Nave Qelargji, në palestrën e asaj shkolle, e cila nuk merrte më shumë se 300-400 veta, por për çudi edhe për të marrë pjesë në këtë ngjarje të jashtëzakonshme, u ftua gjithë qyteti dhe atje morën pjesë më shumë se 6-7.000 veta. Duke e sjellë të brangosur, kam qenë dhe vetë i pranishëm, shoqëruar një babanë, për ftërinë të u ftuan që të gjithë, edhe kryepiskopi, dhe filluan që ta pyesnin. Në një moment të veçantë, era një gjendje të fikti, dhe kur filluan këta pritërinjtë që ta ndihmonin, ata i ndaluan edhe populli thëriste, lereni të ngordhë, lereni të vdes, mos keni mëshirë për këtë njeri. Këta janë gjakpirës, këta janë njerëz të fëlliqur, këta janë dembel, këta janë argjend. Edhe në momentet të caktuara, duke vazhduar procesi i gjyqit, i këtij gjyqi popullor masiv, në fund, kryeprokurori i rrethit dha pretencën dhe morën një masë që në fillim pyetën popullin dhe ata theshin kështu, ta internojmë, ta burgosim, ta vrasim, të mos japim lejen e votës, dhe ai duke marrë parasysh edhe rrethana lehtësuese, dha një pretencë që të internoj në një sektor të në Bem Maliqit, në sektorin e Korritës, atje ku bëj rritja e derave. Atje do të punonte i nderi edhe i respektuari Ligor, bashkë me pritërishën e tij. Familjen e kishte ngritur, kishte një djalë drejtor dhe djalin tjetër ekonomist, llogaritar. Sopata ra edhe mbi këta e diktaturës proletariatit, i bën punonjës në sektor të ndryshëm të në Bem Maliqit, punëtoru me kazmë dhe me lopatë. Nga ajo që ndjeu nga urrejtja, nga përbuzja, nga të sharat, nga të pështyrat, ju shfaqet një sëmundje rënd kanceroze dhe për 7-8 muaj gati një vit, ai ndron jetë në benën e Maliqit, në sektorin e Korritës, atje ku ushqente kopena e derave. Si rregull duhet të
varosej atje, por në atë kohë ishte edhe një njeri i nderuar i respektuar me pozita të larta, sepse edhe në atë kohë ka patur njerëz të tillë, urdhëruan që varrimi të bëj në Shëndriadh. Vetëm në prani të familjes e të punojësve komunal, asnjë njeri tjetër nuk mori pjesë, e varosën, dhe u thanë këtyre klerikëve të tjerë, kush di të ngje më shumë, të vijë të dëpënoj, sepse fatin e këtij e prisni edhe juve të tjerët. Hyri një frikë, hyri një datë, kur i themi ne nga Korça, dhe bënim biseda në familje, çfarë ke folur, i theshtin babait, çfarë ke biseduar, me kë ke biseduar. Pra vala e shkatërimit dhe e lëvizjes kundër fesë nuk ka qenë vetëm këto momente, por edhe në kohën kur besimi ishte disi i lirë, priftërinjtë, sidomos në kohën e Sperinosë pas, domethënë brëmsores, mblidheshin në kishën e burimit të Dhenës, diskutonin që situata është e vështirë. Nuk u ka rregutallje. Këtë iniciativë që kanë marrë këta, të ta çojnë deri në fund, edhe neve të jemi vendi i parë ateist, edhe ashtu siç e propaganduan me të madhe organet e pushtetit, të qeverisë, të partisë, Shqipëria u shpall i vetmi vend ateist në botë. Kjo ishte, pra si të thuash, një kapitullim, sepse u transformua njeriu në vend që të kishte dashurinë dhe mirësinë, tash erdhi ajo urrejtja për njëri tjetrin, erdhi lufta e klasave, ishte të prishej çdo gjë që nuk shërbente me për elementin e ri që do të krijoj, dhe në kohën kur ende pa mbyllur kisha, një ndjekje të madhe dhe përsekutim kishin sidomos intelektualët, arsimtarët, doktorët, ekonomistët, veterinerët, të cilët ballafaqoheshin me mbledhje urgjente rrufe në repartin e punës, në tërmarrje ku punonin, në kooperativat bujqësore, edhe në ditët e mëdha të Krishtlindjeve dhe të Pashkëve, ndaloheshin, u bëj thirrje nëpërmjet organizatave të masave, siç ishin e rinisë, e gruas, e bashkimeve profesionale, në fund edhe ajo e partisë, paralajmëroheshin, edhe shumë prej tyre edhe pësuan duke u ndruar vendi punës edhe duke i bërë edhe punëtorët të thjeshtë. Pra, u bë një, si thuash, një propaganda e tillë që të kishe frikë nga shoku, nga miku, nga vllai. Dhe në këtë kohë ka patur edhe shumë kërkesa nga besimtarë të ndershëm që deshnin të bënin shërbesa, sidomos pagëzime, sepse e dinin në rëndësinë e pagëzimit. Kishte nga ata, edhe baba im ka kryer, edhe atë Kozmaqirjo e ka kryer, edhe shumë të tjerë, në të cilët në fshehtësi i kanë bërë. Por frika ishte e madhe, izoloheshin shtëpitë me rroba, me çarçafë, me sende të ndryshme që të mos depërtonte drita apo edhe zhurma. Dhe në kohë të caktuara, këto ishin, si thuash, një frikë e madhe, sepse dikush mund na ketë përgjuar edhe na prit një ataj e madhe që mund të përfundonje aty ku nuk mund ta prisnje. Një rast tjetër është atë Jorgji Bezhani apo Kosta, i cili ka qenë prift në qytetin e Korçës, bashkëkohës me baban tim atë Kostan, i cili kishte 2 fëmijë edhe vajzat të tjera, por këta 2 djemtë i kishte inxhinier. Në kohën kur u prish kisha, titullarët e Korçës, që nga despotja apo pritrinjtë, duhet të vinin edhe të bënin biseda nga njerëz që të komitetit partisë që organizonin këto, të flisnin për të kaluarën e idhur të besimit,
duke bazuar në ideologjinë e Marxit që feja ka qenë një opium për popullin, duke thënë që neve nuk kemi qenë të vërtetët, por kemi gënjur, kemi mashtruar, edhe prisnin që të dinte nga goja e pritërimve që të luftonin vetveten. Ju kërkuan në fillim episkopit të fundit të Korçës, Zot Qirillit, që të bëjë një bisede në kinema Çajubi dhe të flitej për të këqijat e fesë. I shkuan personat, bile ishte bërë dhe afishimi, pa i marrë mendimin, duke kujtuar sa i do të vinte. Edhe ajo i përgjigj që më mirë të më vrisni, se sa unë të vi të flasë. Mbi atë detyrë të shenjtë që u kam folur, nuk më ta përdos. Unë jam mbi 80 vjetë, jam njeri i vetëm, banoj në një shtëpi modeste, që të kërkoni, beni, por unë nuk më të mëj. Është kjo lëvizje, do ta përqafojmë ose do të dëgjojmë, por unë nuk më të flasë. Kur nuk arritën këtë mundësi, këti priti atë Jorgjit, ju kërkua me ngurmë që të vinte të fliste, sepse për ndryshe, dy të bitë, Rafaili edhe Kristaqi, inxhinierë të nderuar të respektuar, do të përfundonin atje ku nuk ata e imagjinonin. Dhe duke bërë presion për këta, ai në fillim nuk pranoi, e morën me forcë dhe e shpjen në rezervuarin e hidrocentralit të Vithkuqit. Një thellësi prej 5-6 metrash, e zhveshën, e lidhen me litar, edhe e futnin në ujë dhe e nxirnin. Në momentin që ai bëhej gati të mytej, këta e nxirnin edhe talleshin. Edhe në fund duke parë keq sepse edhe mund ta zgjesoj, mund të vdiste, ta do të flas. Po i imponuar. Foli ato që foli, gjithmonë jashtë dëshirës së tij, dhe në këtë mënyrë këta i arritën qëllimin me imponim, pa dëshirën e tij. Kështu mund të flas edhe për një tjetër besimtar të nderuar, i cili ka qenë nga fshati Dishnic, nga Gjagareni. Punonte në një ndërmarrje, i cili ishte magazinier. Nuk u kishin dalë mirë llogaritë me inventarin që kishte bërë, dhe në këtë mënyrë u vendos nga ana e kryesisë së ndërmarrjes që t'i bëjë një kontroll. Shkuan në shtëpinë e tij, kontrolluan, nuk gjetën gjë. Atëherë vendosën të hipnin në tavan. Kur hipën në tavan, shikojnë një palë stoli pe mitropoliti, i cili e kishte rregulluar edhe e ruante si një gjë të shenjtë dhe jashtë pranisë së syve të njerëzve që hynin e delnin në shtëpinë e tij. Ata tash e ndruan atë qëndrimin e tyre, që na duhet ne më tepër të gjejmë kur ky disponon veshje të një despoti, ky ka lidhje me njerëzit e kishës, me besimin, e marrin, e arrestojnë, edhe i japin një dënim kapital 27 vjet në burgun e Spaçit. Në momentin që ishte duke vojtur këtë, krye i hetuesisë së Republikës, njeri i persekutuar, njeri i urryer edhe i persekutuar gjatë kohës së demokracisë, shkon dhe i vetë të gjithë të burgosin në rresht dhe i pyeste si është gjendja e të burgosurve, përse jeni dënuar, çfarë keni bërë? Erdhi radha e këtij edhe pyeti, po ti the çfarë ke bërë? Sa vjet je dënuar? 27 vjet, e tha e që lirie. Po sa ke vrarë, tha, që të kanë dënuar kaq? Nuk kam vrarë asnjë, por nuk u kam mohuar Zotin.
ai në vend që ta përkrate, si thua, apo të mbante një qëndrim mbrojtëror, kështu, po tash i tha e besoj dhe nuk e mohoj. Ai me një urrëtie dhe përbuzje gjakatare e godet me një grusht nga fytyra dhe me një shkelmë në pjesën e veshkave, të cilën e vojti derisa ndroi jetë. Filluan errat e demokracisë, nga 27 vjet, ati i ultimi, beri gati gjysmën e viteve, nuk e ndërprevi asnjëherë veprimtarinë fetare, e priti me gëzim hapjen e kishave, punoi pa u lodhur, sistemoi dhe ndërtoi kisha në fshatin e Dishnicës, kontribut të madh në kishat e Korçës, dhe emri i tij është i nderuar dhe respektuar edhe mbahet mend si një martir i kishës ortodokse. Raste të tjera ka shumë, që në qoftë se do të vazhdojmë, të duhen edhe ditë, mund të duhen edhe javë, sepse këto janë pjesë kronike në të cilat besimtari ynë, dashamirësi ynë, do të ndërtojë punën për të ardhmen, do të shikojë se si shenjtorët tanë, pas kanë patur edhe pasues të drejtë, që janë sakrifikuar duke dhënë dhe jetën, edhe sot në këto momente që neve po jetojmë, kur liria e besimit është e plotë, ezitojmë që të marrim përsipër prova të rënda, që do të thotë të kesh vlerësim për besimin tonë, të mos mohosh Zotin, të mos mohosh genin, të mos mohosh besimin, sepse ajo është pjesë e identitetit tonë. Prandaj obethirje besimtarëve që sado pak edhe nga predikimet që bëhen vazhdimisht në kishën tonë, të dëgjojnë, sepse këto nuk janë për Allah, po janë një histori e vërtetë, e lavdishme e njerëzve tanë që kanë sakrifikuar çdo gjë, edhe nuk e përbuzën dhe nuk u largohen duke pëskuar ashtu siç e theksova dhe më lart. Ju falenderoj për këtë bisedë, falenderoj zyrën tuaj të propagandës pranë kryepiskopatës, kryepiskopin Anastas, që është interesuar dhe ka dhënë orientime për të evidentuar klerikët tanë, të cilët kanë punuar me mish dhe me shpirt, dhe emri tyre le të kujtohet edhe në mbretërinë qiellore, edhe nga njerëzit tanë në proskomidhitë dhe në meshimet të liturgjisë të shenjta. Atilia, faleminderit për këto dëshmi shumë të rëndësishme dhe për këto shembuj kurajoz të besimit, shpresës dhe të guxuarit në besim. Urojmë dhe shpresojmë që këto mesazhe të cilat vijnë nga jeta e këtyre njerëzve dhe një realiteti i tyre të na frymëzojnë edhe të na forcojnë besimin që në momentet e dura neve ta pohojmë Zotin gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.